Presidentja e Kosovës Vjosa Osmani ka mbërritur paraditën e kësaj të enjte në qytetin e Shkodrës. Osmani është pritur në këtë takim nga kryebashkiaku Benet Beci, me të cilin ka zhvilluar një takim në ambientet e Bashkisë së Shkodrës. Në një prononcim për mediat, Osmani u shpreh se Shkodra është një qytet që ka dhënë shumë për Shqipërinë dhe natyrisht që lidhjet me Kosovën kanë qenë shumë të afërta. Patjetër se cila vizitë në Shkodër është e veçantë, është kënaqësi që të rikthehem së bashku me ekipin tim sot në Shkodër dhe falenderoj kryetarin shumë për mikpritjen. Është një qytet që ka dhënë shumë për gjithë shqiptarinë dhe natyrshëm që edhe lidhjet me Kosovën, me gjithë qytetarët e Kosovës gjithnjë kanë qenë shumë të afërta. Shkodra vërtet e ka ndihmuar Kosovën në momentet më të rënda dhe edhe tani po ecim përpara përderisa zhvillohemi si dy shtete që synojmë integrimin në Bashkimin Evropian. Presidentja e Kosovës Vjosa Osmani ka folur edhe për situatën e qeverisë në vend, duke cilësuar zgjedhjet e jashtëzakonshme si normale në një sistem demokracie. Sipas saj, kuvendi duhet të konstituohet sa më shpejt, sepse qytetarët e Kosovës mezi presin të merren vendime të tjera në të mirë të vendit. Përgatitjet për zgjedhjet jashtëzakonshme janë normale në një demokraci. Jam e bindur që sikurse çdo proces zgjedhor, sepse Kosova ka demokraci elektorale jashtëzakonisht të fortë, edhe ky do të shkojë mirë, do të shkojë në rregull, bazuar në standardet më të larta demokratike, nuk shoh asnjë problem. Shpresa ime është që menjëherë pas zgjedhjeve do të kemi konstituim të kuvendit, tani kemi disa qartësime të mëdha pas aktgjykimeve të gjykatës kushtetuese sa i përket periudhave, dhe pastaj shpresoj që të kemi qeveri sa më parë, sepse qytetarët e Kosovës me padurim presin që të merren edhe shumë vendime të tjera të cilat janë në interes Kosovës.